është kënaqësi dhe nder për mua që jam këtu pak pasi kemi publikuar paketën e zgjerimit të Bashkimit Evropian, e cila ka sjellë një dinamik të re në procesin e zgjerimit. Dhe tashmë kjo është një çështje me të cilën ne po punojmë dhe me rezultatet të cilave ne po punojmë dhe gjithnjë e më shumë kjo çështje ka të bëjë me sigurinë dhe Europa nuk mund të jetë e sigurt pa Ballkanin Perëndimor. Ky është një gabim që ne kemi bërë në të shkuarën dhe duhet ta korrigjojmë e ta rregullojmë këtë punë. Dhe prandaj jam shumë e kënaqur që këto takime që ne po bëjmë për planin e rritjes po hapin gjithnjë e më shumë dyer dhe ju përmendët 7 prej tyre. Faleminderit për këtë dhe shumë dyer të tjera do të hapen. Dhe shtëpia juaj Europa po ju pret. Ju jeni pjesë e Europës, ne thjesht duhet ta bëjmë këtë gjë edhe në formë institucionale, pra që ju të bëheni shtet antar i Bashkimit Evropian.